Pas përfundimit të fazës së parë të rilindjes urbane, qeveria po përgatit një program të ri Rilindja Urbane 2.0 që synon të investojë 1.5 miliard euro me shtrirje më të gjerë, i cili sipas kryeministrit Edi Rama do të fokusohet tek standardet e reja të jetesës dhe jo vetëm tek ndërhyrjet infrastrukturore. Duke folur për arsyet që kanë sjellë këtë qasje të re, Rama tha se shoqëria shqiptare ka kaluar në një fazë tjetër ku pritshmëritë e qytetarëve janë rritur dhe investimet nuk mund të maten më vetëm me zgjidhjen e problemeve bazë. I kam gjetur në lum, s'kishin rrugë, s'kishin ndryqim, mbushur me ferra, mes plerave, ja u kam bërë lagjen me rrugë, me drita, me pemë, edhe stola kam vënë, po janë mosmirnjohës. Tani, unë besoj që ky është leximi më i gabuar i mundshëm i një reagimi për cilin normal ati nuk i vinte mirë, askujt nuk i vjen mirë, për më tepër kur ke parasysh pikërisht atë që ai thoshte. Sipas Ramës, ky është një keq kuptim i mënyrës se si duhet lejuar reagimi qytetar, pasi përmirësimi i kushteve bazë nuk mjafton më në një shoqëri ku kërkohet cilësi e lartë. Fakti është që sa më shumë përmirësohen kushtet, aq më shumë bie në sy si e papranueshme ajo që mungon. Dhe kjo nuk është mosmirnjohje, është pritshmëri për standarde të tjera. Kryeministri u ndal te programi i parë i rilindjes urbane duke argumentuar se ai ka përmbushur misionin e tij, por tashmë sfida është tjetër. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Rikthimi i qytetit si vendi ku njerëzit kanë një jetë të mundshme sociale dhe gjithë çfarë pastaj e përmbledh mozaikun e rilindjes urbane me sheshet, rrugët, ndriçimin, shkollat, qerdhet, ujësjellës, kanalizimet, i përkisnin një faze kur Shqipëria njerëzit filluan të besojnë. Ai e lidhi këtë ndryshim edhe me zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, duke argumentuar se qeverisja përballet me një shoqëri që kërkon më shumë pikërisht si rezultat i transformimeve të viteve të fundit. Kush mendon që shoqëria është bërë më negative, nuk duhet merret me politikë. Nuk duhet merret me punë të cilat janë mision publik, shërbim publik. Sepse nuk e përballon dot. Sot kush merret me këtë punë duhet thjesht dhe vetëm ta ketë të ndarë mendin shoqëria është bërë më kërkuese, jo më negative, më kërkuese. Se si e shpreh shoqëria kërkesën është një tjetër temë që nuk jemi këtu për këtë. Ne jemi këtu për të kuptuar se duhet kaluar në një nivel tjetër me patjetër. Sipas kryeministrit, pakënaqësitë qytetare nuk duhen parë si mungesë vlerësimi për punët e kryera, por si treguesi një faze të re ku standardet janë rritur. Mjekët popullor. Pastaj vjen një moment tjetër kur nga mjekët popullor kalojnë ke fallxhorët. Pse i lind nevoja për fallxhorët njerëzve? Dhe shkaku jemi ne. Njerëzit kanë një nevojë që ne duhet t'ja u kuptojmë dhe t'ja u plotësojmë. Po ngelen dorë të fallxhorëve, do jetë shumë vonë pastaj.